çdo derbi i tillë është, domethënë, nuk para thuhet që shiko se kjo skuadër është me klasifikim më mirë dhe patjetër kjo do fitoj. Derbi asnjëherë nuk e ka të paracaktuar rezultatin, pavarësisht nga pozicionet që kanë skuadrat në tabelën e klasifikimit. Aq më tepër derbi Tirana-Partizani që ka qenë dhe edhe me Dinamo po ashtu, por këto kanë pasur edhe një çik më shumë, domethënë, rivalitet jashtë shkallëve të stadiumit me tifozat dhe gjë e cila u pa dhe në ndeshjen e fundit, domethënë, përsëri kishte tifoza, po jo domethënë, jo sa duhesh, sa mund të prodhoj ky derbi, sepse normalisht duhet kishte shumë herë më shumë se kaq, po vetë pozicioni i skuadrave në klasifikim apo i rezultatet e javëve të fundit bëri që pak a shumë domethënë tifozat ishim pak a shumë të larguar. Megjithatë, për Tiranën ishte domosdoshmëri. Partizani vinte pas 2 rezultatesh pozitive me ndrimin e trajnerit, kurse Tirana kishte domosdoshmëri, se nëse nuk do të fitonte derbin, Tirana ngelte domethënë për të mos thënë domethënë gati e dal nga klasifikimi, se siç e pam në ndeshjen tjetër që luajti dje, e mori një barazim kosh, po nuk do t'i bënte punë nëse nuk fitonte derbin. Kështu që megjithatë unë do të thosha që pavarësisht se kam do hyllin këtu dhe kemi diskutuar se si domethënë shkoi derbi, po unë them që e meritoi edhe fitore. Nuk është se Partizani ishte shumë apatik, ishte shumë edhe kur filloi ndeshja domethënë mu duk ndryshe domethënë nga ato herët e tjera. Me shumë pakujdesi në mbrojtje. Dua që të ishte superior nisur edhe nga rezultati në Rogozhin, Ignati Elbasani, ku Elbasani. Shiko, Partizani vinte pas 2 rezultateve pozitive, thash, domethënë kishte fituar me Laçin, kishte fituar edhe në Rogozhin për kupë me Ignatian. Po, por ndeshja me Tiranë ishte edhe i kërcënuar, se po afro Elbasani që fitoi në Rogozhin dhe nuk është puna se Partizani po toleronte, jo, nuk duhet ta them atë. Absolutisht. As nuk duhet ta mendoj domethënë këtë gjë, pavarësisht domethënë se mund të ketë mendime të tilla, po jo, nuk e mendoj. Tirana domethënë luajti më me zëmër, edhe më me cilësi, sepse themi të drejtën, Tirana pavarësisht atë pozicion që ka, po për mua domethënë do të thosha që Tirana ka skuadër shumë të mirë dhe pikët që ka nuk japin atë pamje që të themi që Tirana domethënë, për mua Tirana duhet të ishte domethënë shumë më lart në klasifikim me këto lojra që ka. Mund mos ketë pasur edhe fat gjatë rrugëtimi